لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا ثقتي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وأذكركم بقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Falenderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu. Atë e falenderojmë dhe fali e tim vetëm për ti kërkojmë. Dërsa salavatet dhe selamet qofshin për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë pjesëtarët e ummetit të tij. Fillimisht dëshiroj ta falenderoj për zemërsisht Hoxhën e xhamisë Muhammed Efendi Sadiki për ftesë. Përsa sa I përket temës së sotit, do të mundohemi në pika të shkurtra flasim për di koncepte të rëndësishme në fe, të cilat koncepte e lidhin fort mirë njëra tjetrën. Atë konceptin e përpjekjes dhe mbështetjes në Zot. E dini të nderuar vëllezër, e kemi vërejt shpesh në jetë dhe shohim se ka një grup njerëzish cilët luten shumë, ama asnjëherë nuk përmbarojnë jetë. Ama në jetën kohë e vërejmë se ka edhe një grup njerëzish cilët mundohen tepër, punojnë shumë, ama asnjëherë nuk janë shpirtërisht qetë. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse I ngatrojmë di koncepte, I keq kuptojmë apo I keq interpretojmë. Përpjekjen dhe mbështetjen në Zot. Nëse këta di koncepte ne I keq kuptojmë, bien në njërën prej di grackave. E para, ne do të falemi, do të lutemi, ama asnjëherë nuk kemi me pas sukses. Do kemi një qëndrim pasiv, qëndrim I cili ul përgjithësi, qëndrim I cili dështimet njëri I mbulon me petkun fetar, janë veshën fesë. Dhe qëndrimi I ditë përpjekje sa du ne, ama nuk kemi mbështetje në Zot. Do të mundohem shkurt, të shohim pasqyrimin e kësaj në Kur'an. E dini Allahu xhaleshanuhu kur flet në Kur'an për betejën e Uhudit, në surën Ali Imran, këtë temë e hap me një ajet interesant, që është bashkëmirë e lidhshme me temën e sotit. Allahu na tregon dhe I thotë pejgamberit alayhis salam I drejtohet të gjithë neve, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'u al-mu'minina maqa'ida lil-qital. Thot Allahu, përkujtohu Muhammed, kur u çove në sabah braktisë familjen tënde dhe bane pozicionimin e besimtarëve për luftë. Allahu xhaleshanuhu thot, edhe pse ishe pejgamber, në të panë se ti u veçove e praktisë familjen tënde, edhe shkove bane pozicionimin e besimtarëve për luftë. Pra pejgamber, ama ditën e Uhudit në sabah është çu dhe ka bën përgatitjen ushtarë. Kuptimi muslimanit modern është interesant. Ne sot nuk kemi qejf ta shohim pejgamberin duke u munduar duke bërë përpjekje. Ne kemi qejf fen ta shpjegojmë me mrekullia. Mirë po, Allahu xhaleshanuhu thot, pejgamberi edhe pse ishte pejgamber, e bandi përpjekjen e vete, atë cilën I takon si komandant, por edhe si pejgamber.
qoven Saba, ai ishte pejgamber, u quan Saba, e praktisi familjen e vetë, dhe shkoj në mejdanin e luftës. Parat, kështu i takon besimtare, atë cilën i duhet të bëj si rob, atë duhet të bëj në shmëri dhe pastaj të mbështetet në Zot. Feja na mëson se pa përbjekje nuk bëhet gjë. Në terminologjinë fetare do quhet sunnetullah. Allahu ka vendosur ligjin tokë. Edhe nëse nuk i përmbajmë ne këtyre ligjeve do të humbim. Pa përbjekje nuk bëhet gjë. Këtë nëpërmjet këtij ajeti na tregon na jep edhe shembullin e pejgamberit alayhis salam. Është interesant, njeriu për nga krijimi është i dobët, ndonjëherë është edhe i ngutshëm. Ndonjëherë mendon se punët neve do të na bëhen si hapri i diçkaje. Ne jemi musliman, edhe punët neve do të na bëhen pse jemi musliman, do të kemi sukses. Mirë po, në surën Tauba Allahu xhaleshanu kur na tregon për luftën e Hunenit, na jep një mesazh të qartë neve. Ditë muslimanët pasi që e sfiruan Mekken, ishin 10.000 ushtarë, e sfiruan Mekken, u bën edhe 2.000 musliman të rinj, shkuan me 12.000 ushtarë në Hunen. Muslimanët ishin me numër shumë më të madh se mushrikët, në këtë pikë ishin shumë fort me numër. Edhe një grup e muslimanëve tha, neve sot nuk ka kush që na mund. Këtë numër të madh muslimanëve nuk ka kush që na mund neve sot. Edhe sikur treguan neglizhencë, edhe sikur nuk e bën atë që takon si rob, nuk e bën përbjekjen e tyre, ama Allahu xhaleshanu ju dha një mësim. Na tregon në surën Tauba dhe thotë: "Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma Hunain." Allahu ju ka ndihmuar juve në shumë betejë e datë të Hunenit. "Id a'jabatkum kathratukum." Atit juve ju pëlqej numri i madh që kishit. Ama Allahu thotë: "Falam tughni ankum shay'a." Ama ki numri juve nuk ju bëri dobi as pak. "Wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat." Edhe për nga gjërësia që kishte toka, juve ju ngushtu toka. Në atë moment që ju nuk e bën atë që ju takon juve si rob, Allahu xhaleshanu thotë juve ju ngushtu toka. Pra, punë, kësa i themi punë pa përpjekje, punë pa me i marë masa. Njeriu, është interesant, arsjetohet vazhdimisht. Edhe na herët Allahu xhaleshanu kur përshkruan thotë në surën Qiyamah, "Bel insanu ala nafsihi basira." Atë ditë njeriu do të jetë dëshmitar i vetes vetë. "Walau alqa ma'adhira." Edhe pse njeriu do të arsjetohet edhe atë ditë, do të mundohet fajnë t'ja uvë që të kujtë. Mirë po ne edhe në këtë botë e bëjmë këtë me të madhe, asnjëherë nuk jemi fajtor për asgjë. E dini, për këtë arsye, në këtë kohë është përhapur më të madhe çështja e siklit. Çdo herë ka qenë, sikli është hakikat, ama ne çdo të shtim jetë e lidhur me siklin. Nëse ne kemi problem me punën, mendojmë se kemi të bëme. Nëse kemi problem me familjen, mendojmë se kemi të bëme. Nëse kemi me problem me shkollën, ne mendojmë se kemi prapë të bëme. Çdo send e lidhur me siklin. Kjo është mënyra më e lehtë për të rritur problemeve. Sepse ne fajnë nuk e shohim te vetja. Nëse ne kemi probleme me punën, thjesht nuk dimë dhe nuk kemi bërë përpjekjen e fortë për atë punë. Nëse kemi me probleme me familjen, është e thjesht nuk dimë me menaxhu mirë familjen. Nëse kemi probleme me shkollën, nuk e kemi dhënë hapun e shkollës. Përtej kësaj, njeriu është interesant. Për fatkeqësitë që ndodhin në shoqëri, e fajsojmë ne dhe Zotin, deshtëm apo nuk deshtëm, me dashje apo pa dashje. E dini kur ndodh në një fatkeqësi në shoqërinë tonë, ne e lidhmi vazhdimisht se Allahu na ka sprovuar. Nëse ne në jetë ta dini të ndërruar vëllezër, nëse ne luftojmë ndershmëri, nëse ne luftojmë meritokraci, nëse ne luftojmë drejtësi, atëherë ne do të provojmë korrupsion pa frikë. E këtë Allahu xhaleshanu nuk na ka dhënë si sprovë neve. Kjo është rezultati i punës sonë. Allahu thotë në Kur'an: "Wa ma asabakum min musibatin", çfarë
të dinatëseve e dikum, është rezultat i punës su. Nëse ne nuk e dumë pa drejtën shoqëri, do të përballemi me padrejtësi, e këtë vallahi nuk na ka dhënë edhe Zoti si sprovë, këtë ne e kemi merituar. Para të Allah në Kur'an, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas. Allah thotë u përhap shkatërimi i fesadit në tokë bima kasabat aydi an-nas. Allah nuk thotë që unë ju sprovova juve, por thotë u përhap shkatërimi i fesadit në tokë bima kasabat aydi an-nas, si rezultat i punës së njerëzve. Ju nëse doni keqen, Allahu xhaleshanuhu neve na jep të keqen. Dhe pa me zgjatur në fund, çfarë na jep atë Islami neve si model në këtë çështje? Si të balancojmë ne përpjekjen tonë, mundin tonë një jetë dhe mbështetjen në Zot? A bëhet gjithçka në përpjekjen tonë, apo ka një balancë mes këtyre dy koncepteve? Erdhi një ditë një burr te pejgamberi alayhis salam dhe i tha ja Resulullah, tha erdha te ti deve na kalon jashtë dhe mos e di as pak mbështetjen nga Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberi alayhis salam qeshi dhe i dha atij një mësim, por edhe neve tha lipe deve dhe pastaj mbështetu nga Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberi alayhis salam dhe feja na mëson që neve si rob njëherë neve na takon ta bëjmë atë që është e jona, përpjekjen ta bëjmë dhe pastaj të mbështetemi në Zot. Në rastin e Musait alayhis salam do përmbyll këtë hutbë në Kur'an, surën Shuara, është një ajet interesant. Allahu xhaleshanuhu pasi që e pa urdhëruar Musait alayhis salam të merr Beni Israilët të del nga Egjipti, Musa alayhis salam bashkë me ata besimtarë ikën prej Egjipti dhe i ndjekte Firauni në ushtrinë e vet. Dhe erdhi Musa alayhis salam pa dashje pranë detit, drejt detit, përpara detit, mbas ushtria e Firaunit. Musa alayhis salam e bëri përpjekjen e vet. Kur e pa ushtria që është Firauni pas, Kur'ani na pasqyron këtë mënyrë, thot Allahu xhaleshanuhu falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa, kur u pa dy bashkësitë, muslimanët dhe ushtria e Firaunit, qala ashabu Musa, Allahu njëherë na tregon për gjendjen psikologjike që kishin Beni Israilët në atë moment, i thanë Musës, qala ashabu Musa inna lamudrakun, o Musa na kapën neve. S'ki nga shpëtim në mrejsa. Përpara kemi detin, pas kemi vdekje. Për pos vdekjes nuk kemi shpëtim. Musa alayhis salam, i cili ishte kanë përpjekjen që i duhet, por gjithë kështu thot Kur'ani na informon, qala kalla asnjëherë jo. Inna ma'i rabbi sayahdin, me mua është Zoti im, dhe Zoti im ka më udhëzuar. Islami me mëson se nëse ju e bëni përpjekjen e duhur një sado që rëndi keni punë, Allahu xhaleshanuhu ka me ju dhënë juve zgjidhje. Edhe në momentet më të vështira, Islami na jep këtë si model. Ju bëni përpjekjen tuaj si robër, Allahu xhaleshanuhu ka me ju dhënë juve zgjidhje. Dhe pastaj ju në këtë mënyrë duhet të mbështeteni te Allahu xhaleshanuhu.